Ndryshon moti, reshë dëbore dhe shi në disa zona, ja si pritet moti në 5 ditët në vijim. Pas reshjeve intensive të orëve të fundit, kushtet e motit në territorin shqiptar pritet të përmirësohen gradualisht, megjithatë dëbora dhe reshjet e pakta të shiut do të mbeten prezente në disa zona malore dhe veri lindore të vendit tonë. Sipas parashikimeve gjatë mbrëmjes dhe natës, pritet të ketë reshje dëbora faqkurtra në zonat e thella të verilindjes dhe juglindjes, ndërsa zonat jugore do të kenë vetëm pika të izoluara me shi. Në orët e para të mëngjesit, temperaturat do të zbresin pranë zeros, me 1 gradë Celsius në veri dhe verilindje dhe rreth 2 gradë Celsius në juglindje. Në zonat e ulta dhe bregdetare, vlerat do të luhaten nga 9 deri në 11 gradë Celsius. Gjatë mesditës, pritet një rritje lehtë prej rreth 1 gradë, me maksimume që do të arrijnë 20 deri në 23 gradë Celsius në zonat perëndimore. Era do të fryjë mesatare deri e fortë me drejtim verilindor-verior, duke u ndjerë më shumë përgjatë bregdetit. Për më shumë, klikoni në video tona të reja.